Imam Aliu dhe ateistët. Ateistët i thanë Imam Aliut, paqe qoftë mbi të, në cilin vit ka lindur Zoti yt. Imam Aliu u përgjigj: Allahu ka qenë para historisë dhe para kohës, nuk ka fillim për ekzistencën e tij. Ai u tha atyre: kush është para katrës? Ata thanë: treshi. U tha: kush është para treshit? Ata thanë: dyshi. U tha atyre: kush është para dyshit? Ata thanë: njëshi. U tha atyre: kush është para njëshit? Ata thanë: s'ka asgjë para tij. Imami u tha: nëse para njëshit llogaritës nuk gjendet asgjë, atëherë si do t'jetë gjendja për njëshin e vërtet, që është Allahu i cili është i pari pa fillim? Ata e pyetën: në cilën anë lëviz Zoti yt? Ai u tha: nëse ndizni një kandil në një vend të errët, në cilën anë shkon drita e tij? Ata i thanë: nga të gjitha anët. Imami u tha: kur qenë ka kjo dritë e shpikur e tillë, si do të jetë gjendja e dritës së qejve dhe të tokës? Ata i thanë: na njih me veten e Zotit tënd, a është e ngurtë, e lëngët apo e gaztë? Imami u tha: a jeni ulur ndonjëherë pranë një njeriu që është në prag të vdekjes? Ata thanë: po, jemi ulur. Ai u tha: a ju ka folur pasi e heshti vdekja? Ata thanë: jo. Ai u tha: a lëvizte dhe fliste para vdekjes? Ata i thanë: po. Ai u tha: çfarë bëri atë njeri të ndryshëm? Ata i thanë: dalja e shpirtit të tij. Ai u tha: ma përshkruani këtë shpirt. A është i ngurtë si hekuri, i lëngët si uji, apo i gaztë si tymi dhe avulli? Ata thanë: ne nuk dim asgjë për atë. Imami u tha: me qënë se nuk e dini të vërtetën e këtij shpirti të krijuar, si më kërkoni mua që t'ju përshkruaj juve veten e Allahut? I lartësuar është Allahu. Cili është ai njeri që u përgjigjet atyre me këtë mënyrë të urtë, e cila e detyron logjikën të përqendrohet dhe të menduarit të persjatin? Ky është prisi i besimtarëve, Imam Ali ibn Ebu Talib, paqja qoftë mbi të, për të cilin profeti ynë i dashur, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: unë jam qyteti i dijes, Aliu është porta e tij. Ky është Imam Aliu, i cili u tha njerëzve: më pyesni para se të humbisni. O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhamedit.